Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë ka prezantuar kandidatin për kryetar në komunën e Mavrovës dhe Rostushës, Anes Ahmeti, dhe listën e këshilltarëve. Ahmeti para të pranishmëve tha se të jesh kandidat për kryetar në komunën e Mavrovës dhe Rostushës është privilegj, ndërsa kjo nënkupton edhe bartjen e të gjitha përgjegjësive dhe ballafaqimin me sfidat. Ai theksoi se në 8 vitet e kaluara, LSDM-ja si bartëse e qeverisë lokale punoi në shumë projekte për përmirësimin e jetës së të gjithë qytetarëve në komunë, duke treguar se si me përgjegjësi udhëhiqet një komunë dhe si mjetet investohen për zhvillimin dhe mirëqenien e qytetarëve. Vizioni im për Mavrovën dhe Rostushën është një komunë moderne, komunë e mirë organizuar dhe funksionale, tha Ahmeti, por sipas tij, vizioni nuk përfundon vetëm me rrugët dhe infrastrukturën. Është i nevojshëm vizioni për të gjithë shoqërinë, për arsimin, shëndetësinë, kulturën dhe perspektivën për të rinjt, tha Ahmeti në tubimin me qytetarët. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, para banorëve të Mavrovës dhe Rostushës, mes tjerash rënditi edhe të gjitha të arriturat në këtë komunë në udhëheqjen e LSDM-s, duke kritikuar pushtetin qendror për keq menaxhim të buxhetit.